gjithë komfortin që afrohet vizitorëve që vinë në Prishtinë. Për pjesën tjetër pastaj sigurisë, unë jam mësuar, jam përplasur aq herë, kam provuar aq herë shihen që të jep tyta e një arme që ta drejtojnë drejt. Kam dëgjuar kaq shumë krisma. E ke provuar? Sa jam bërë specialist tani që larg i dalloj. A ke provuar për shembull tytën e ftaftë është? Patjetër. Patjetër. Madje kam pasur rast shumë specifik që nuk e kam menduar që mund të vinin pistoletë në kokë në Hotel Sheraton Tiranë. Edhe më ka ardhur me qesh sepse ai personi që po më bënda të gjej si deputet. Dhe i pata thënë që unë nuk kam me vdek këtu, prit dal prej këtij, se këtu i thash janë gjithë spionët e Europës, edhe po merrim qa vetëm. Se nuk ka dytë që zgjedhë SBS. E shpëtove? Po sigurisht mëse pastaj pata mundësi me negociu dhe u qartësuan situatën. Po ku negocianti nuk edhe ju bin deri ku ishte. Po ai fantazma i vërtet i sonte, mos ka or fantazma jote. Se ti ki tash 4 muaj ki që ke vdekur burr. Aty nga mesi shtatorit u hap një lajm që isha zhduk, edhe sikur Evis Martina që ishte zhduk ngusht, kishte bëj operacion edhe ishte me një mask, kishte prodhuar një mask plastike dhe kishte shkuar në Amerikë Latine, domethënë i maskuar si Artan Hoxha. Dhe atëherë u tha që Artan Hoxha ka humbur visin e kini në Amerikë Latine. Më mbrapa nga mezi tetorit ishte ky rasti tjetër, por patën një element interesant, me thënë drejtën. Ditën e parë lajmi ka qenë që është plagos rënd Artan Hoxha. Ditën e dytë lajmi ka vazhduar Artan Hoxha është shumë rënd dhe ka nevojë për gjak, dhe ata dinin edhe grupin e gjakut. Domethënë kush më njeh mua di që un kam shumë probleme me këto infermierët që të marrin analizat e gjakut. E kam më kollajt të kem një armë përballë sesa të kem një infermiere me shiringë, me ardhmë me marr analizat e gjakut. Dhe ata dinin grupin e gjakut, unë vetë nuk e kisha fiksu, ata thoshin duhet grupi i gjakut, fiks grupin që kisha unë. Dhe unë madje nuk kam pas as te i Albania këto dhëna, sepse kam qenë i fiksuar mbas aty në historive. Dhe ditën e tretë pastaj u publiku lajmi ngushëllime familjes, ka ndruar jetë. Kjo pati një efekt, sigurisht i shqetësoi familjarët e mi. Unë qellova që nuk isha në Shqipëri atë ditë, dhe i pari më ka marrë djali vogël, Geri, shumë i shqetësuar. Pastaj u bind që isha mirë. U mundova që ta kaloj me të qeshur, i thash se kjo nuk është hera parë që ndodh, ju duhet t'jeni mësuar me këto gjëra, por më shërbeu për diçka tjetër, nga që bëri shumë jehon në rrjetet sociale, më kanë marrë njerëz edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që kishin 20 vjet që s'kisha kontaktuar me ata. Sigurisht pyesin a je mirë, disa të tjerë pastaj pyesin që vërtet a ke nevojë për gjak, a ke nevojë për mjekim. Por ja që çdo e keqe ka edhe një të mirë mbrapa. Mos po ta njellin. Tani, shikom, unë kam raportuar në trazirat e 97-ës, kur Shqipëri pati 3600 vrarë. Kam ndjekur luftën në Kosovë, luftën në Tropoj, pastaj zbresin poshtë në Lazarat. Pra, unë i kam mbijetuar arma më e mirë Kalashnikov në Shqipëri, dhe më cilësore ka qenë Kalashnikov i kines. As Kalashnikov i rus, që ishte origjinali, as Kalashnikov që prodhonim ne në Shqipëri, në Gramsh, por ka qenë Kalashnikov i kines. Pra, unë i kam shpëtuar Kalashnikovit kines në 97-ën, TikToku kines në 2022-shin nuk më rrezikote do të jetë. Bravo, sigurisht. Se në TikTok ta kishin shpërndar ato. Përdorën këtë teknologjinë e re, TikTokun edhe unë nuk jam shumë aktiv. A guxoj me fol si vllavi me vllau diçka se na jem vllazën në Shqipëri atë Kosova. A guxoj, guxoj. Sa po shkon killa drogës. Shiko. Se kam të erujt, tash mos po hyp. Po nuk dua që të ndikoj në lëvizjen e çmimit, por në këto momente duket. Po mu ka myko burr, po do më shit më shpejt. Duket që ka pak, se duhet t'i ndajmë, droga është. Po, ka shumë sen. Narkotik. Po lënë narkotik keni me na për shkolla kanë shtinë se tu vënë që. Por i ndajmë, kemi prodhimin vendas, pra që është kanabisi, kemi prodhimin që na vjen nga Azia, pra heroina, dhe kemi prodhimin tjetër që na vjen nga Amerika Latine, e cila është në mod tashmë, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, është kokaina. Në rast se para 10 vitesh, në Prishtinë mund të më duaj 40 ose 50 minuta për ta gjetur një dozë të kokainës. Sot e gjej për 5 minuta. Dhe vetëm kjo mjafton për të treguar që çfarëdo që thon autoritetet, fakti që agjendet ka qenë llaj, do thotë që tregu është plot. Tani ne dim ata që e psojnë nga kjo histori.
Trafikantët në gjithë botën kanë një moto. Parrulla e tyre dikush është. Fëmijët tuaj janë e ardhmja jonë, thonë ata. Pra fëmijët tanë në të vërtet janë investimi tyre. Sepse ata janë klientët e tyre që do të jenë dhe vimësi, ata janë njerëzit që do të konsumojnë lëndë narkotike dhe ata janë burimi i të ardhurave për gjithë industrinë e krimit të organizuar. Ne në Shqipëri kemi avancuar çik më përpara tek pjesa e ekspozimit të krimit të organizuar. Kosova e ka këtë defekt që është akoma më në hije, pra jo se s'ndodh, thash. Nëse nuk do ndodhte, nuk do ta gjeja për 5 minuta i dos. Fakti që e gjej kaq shpejt do thotë që tregu është i ngopur dhe është i furnizuar mirë. Po ku mendon me që jemi këtu Artan, ku mendon që është krimi i organizuar më shumë Kosova në Shqipëri? Shiko, Shqipëria për shkak të kontrollit fort që ka patur gjatë sistemit komunist, e ka nisur kriminalitetin me fillimin e viteve 90. Pra më përpara në Shqipëri ka pasur vetëm një organizatë kriminale, e cila ishte shteti shqiptar. Ai nuk linte grupe tjera kriminale në qarkullim. Kurse në Kosovë ka një traditë më të hershme. Unë vetëm në vizita e fundit që pata në Amerikën Latine, më rezultoi njëjta gjë, që shqiptarët nga Shoh bre. Çfarë më bë? Oj, vetë kështu. Shoh bre që kemi rrimë me këtë. Shoh bre do kështu? A në të gjiru, kamera. Ku shaka kërcit? Shoh bre, Pushakip! Ka dalë shumë për e burë? Veç pa. Kush ka sjellë? Kush ka sjellë? Ua më diftoni kush ka sjellë, se do zgjidhni vetë. Kush ka sjellë? Lale se kamera më shef, Lale moro, kamera më shef të shtej, ka dalë. Kartal, në fale, do të kite për ato. Djema faleminderit. Pasë një që moro ato. E keni lujt fix. Knajsi, faleminderit. Pasë një që moro. Bëna e allatë publiki se shumë jena tuta. E mire, kisha një me vete, ishe i sigur dhe nuk pasëm qenë keq. Ja mira. A jemi goti? Qa ka Klodi? Ha? Ha? Ua? Dhe që e pas ka vëratuar? Qa thë, ka vëratuar? Ha? Qa ka vëratuar? Si shkëm që ke drita të dreq. Jemi të thuj pasaj saj atmosfere e trishtushme ke. Konoti, do më thonë,